Receta për t'i nxjerrë rrobat nga lavatriçja të hekurosura. Ja se çfarë duhet të bëni. Nëse nuk keni kohë dhe aq më pak, rrobat tuaja nuk i hekurosni si duhet, atëherë ekziston një truk i thjeshtë që, për pak minuta, mund të përfundoni këtë proces. Më e mira e këtij truku është se nuk kushton asnjë cent. Thjesht duhet të vendosni 2 deri në 3 kuba akullin në tharsin e rrobave dhe duke vendosur atë në temperaturë të lartë, rrullat e rrobave do të largohen. Personat të cilët kanë përdorur këtë metodë ndihen vërtet të kënaqur dhe kanë qenë të inspiruar. Megjithatë, ndodh kur akulli shkrihet nga nxehtësia e makinës dhe shndrohet në ujë dhe pastaj në avull, duke nxjerrë në të njëjtën mënyrë edhe rrobat më të hekurosura. Në esencë, tharësja e rrobave i avullon rrobat në mënyrë që ato të mos jenë të rrullosura. Kjo është një alternativë shumë e mirë për personat të cilët nuk kanë kohë për të arritur një hekurosje të mirë.